Erion Velia, i cili ndodh në paraburgimin e Durrësit pas arrestimit nga SPAK, duke se ka gjetur një mënyrë për të shpjeguar përgjimet e bujshme, ku del duke dhënë urdhra e duke përdorur një gjuhë të papërshtatshme, ka kërkuar psikiatër. Sipas gazetares Klodiana Lala, Velia i ka pretenduar se nuk ishte në gjendje të mirë psikologjike dhe se përgjimet e SPAK nuk duhen marrë seriozisht sipas tij, duke arsyetuar se nuk mund të ketë folur në atë mënyrë. Për këtë arsye ka kërkuar një konsult me një psikiatër në Burg. Por përpara se të bëjë vizita, është bërë një inventar i barnave në dispozicion për të verifikuar nëse Velia i ka marrë ndonjë ilaç që mund të ketë ngantruar mendimet. Ai ka marrë vetëm ilaçe për tension të lartë, nga SPAK të tensioni, duke se Velia i po përpiqet të ndërtojë një narrativ tjetër për të justifikuar veten. Zoti Velia, i pasi është bërë me dije për përgjimet, ka pretenduar se nuk është në gjendje të mirë shëndetësore. Ai ka kërkuar konsult me psikiatrin, ka thënë se nuk ka qenë në situatë më të mirë mendore dhe se është e pamundur të ketë folur në atë mënyrë. Ursi Manja ka bërë një urdhër për të bërë inspektim nga Drita Njaka, shefe e sektorit të shëndetësisë në Burgje, zyrtarja më e gjatë në këtë institucion. Zonja Ja ka parë se të merrte kontakt, ka bërë një inventar të gjithë barnave që kanë hyrë. Është bërë inventar për barnën e gjendje dhe ato që janë dhënë të paraburgosurve. Në bashkëpunim edhe me mjekën e Burgut, ka marrë kontakt me zotin Velia dhe rezulton se ai ka marrë vetëm ilaçe për tension. Ka padur problematika me tensionin e lartë. U shpreh ndër të tjera gazetarja Klodiana Lala. Me sa duket, edhe në Burg po ndiqet tradita e politikanëve që sapo janë në pranga kujtohen për shëndetin. A do të ndjek Velia rrugën e paraardhësve, duke kërkuar një spital me 5 yje, mbetet për të parë.